mjet motorik, kur godet një qytetar, me sa kilometra në orë duhet eci që potencialisht i shkaktoj një dëm apo një fatalitet? Duhet tjetë pak, se varet qatë dëme. Po tjetë edhe me 25 km në orë, mjet i vogël. Edhe mjet i vogël, edhe me biciklet, mund ketë, po është plagosje lehtë. Është plagosje lehtë. Pra të dëmton. Të dëmton. Ndërsa. Dhe ti një mjet tillë e lë të qarkullojë në Tiranë pa fren? Ndërsa, kur vjen puna për vdekje dhe plagosje të rënda, ato shkaktojnë dëme dhe materialet e shpesore. Duhet jenë të siguruar, jenë të përlëdhur. Që mund të shkaktoj vdekje. Tek 3 fëmijë Zalosh janë në mes Tiranës, është tërshme, si mund të jojë fëmija shkreta edhe automjeti doli në bazë të gjithë analizës që u bën nga rrugorja në atë kohë për atë aksidentin atje, rezultoi që automjeti nuk ishte qenë më shumë se 30 në orë. Pra kështë që brenda normave të lejuara. Po, problemi ishte që fëmijët ishin me të kuqe dhe ky ishte me portokalli. Do me thënë, nga e gjithë ekspertiza. Do me thënë, mund të qenë fraksion sekondi shumë i vogël që ka shpëtuar që mund të ishte më fatal. Temi që mund të lesh përgjegjësinë në shoferit. Shoferit, po. Kryesisht përgjegjësia ishte tek monopatina. Po ishte e fëmijëve që ishin me 2 ishin në një monopatin, tjetër ishte në një tjetër vetë dhe ishin të moshës nga 8 deri 13 vjeç. 2 prej tyre të një familje, me djeni të prindërve. Unë gjë e parë që kisha marrë dhe kisha kontrolluar gjithë monopatina dhe them, e parë kanë frena këto, nuk kanë frena. Kush ka frena duhet dalë. Si që ka kjo, po ashtu ta mbajtë unë makinën pa frena, ta mbajtë dikush motorin pa frena, ta mbajtë dikush tjetër bicikletën pa frena. To janë kamikaz në për rrugë, në ratë parë për veten e vetë, pastaj edhe për tjera. Tani duhet theksoj këtë se tani të mendojmë qa do ndrejgjim, se po ankohemi vetëm qa ka ndodhur deri mësot, po qa do ndodh. Në strategjin që po artohet dhe që do miratohet, se tani thjesht është vetëm se tu është bërë skeleti strategjisë dhe që do përfshihen të gjithë institucionet shqiptare, një zë i veçantë mendohet që do të jepet pikërisht kësaj edukimit të popullsisë, sepse deri më sot nuk ka fonde, po të shkosh nuk ka fonde. Ke parë në reklam ti për shembull të policisë rrugore që thotë kujdes, që jepet reklam. Ka pasur fushata edhe në shkolla ka pasur dhe në rrugë ka pasur. Ore, unë po them fushat me miliona... Nuk besoj që është mungesa e fushatave. Se jemi në media këtu dhe ju e kuptoni shumë mirë. Fushat me miliona euro që si që delë reklama për birën apo për këto, dali dhe reklama që kujdes këtë gjë. Unë me të drejta Zaloshina, me që Islami e përmëndi dhe tha këto mjetet u shtuan pas Covidit. Dhe gjatë Covidit dhe pas Covidit. E kuptoj. Po në po flasë përgjësim si problem. Edhe ju keni shkuar jashtë. Unë me të vërtet nuk kam parë në asë një vënd, në televizion, në i farë reklame të tjilë. Pse mendojnë që s'ka reklame të tjilë? Sepse mendojnë që aty janë përcaktuar rregullat e qarta. Po, s'janë përcaktuar akoma. Janë përcaktuar rregullat e qarta, janë përcaktuar penalitetet e qarta, janë përcaktuar përgjegjësitë se kush i lëshon dhe kush i kontrollon. Pikërisht, sepse këto mjetet, dhënia me qira, mjetet janë këtu, një mall pa kontroll. Pas zot nuk janë, se dikush pasurohet me ata. Po nuk kemi probleme me ata që pasurohen. Kemi probleme me ata që po humbin jetën prej tyre. Unë nuk po flas këtu vetëm për motopatina. Unë po flasë... Me që, jo, më falë, unë po flasë për monopatina dhe po flasën për këmësorët, me që në basë shifrave, ato janë problemi kryesor, thotë policia. Po, tani unë po flasë për gjithë problemin e madh që ka siguria rrugore. Siguria rrugore, problemi madh janë këmësorë, ciklist, motociklistë. Motopatinat e vogla, hynë të këta ciklistët, edhe është një zë i kësaj, por ky është i problemi i përgjithshëm. 66% e gjithë vdekjeve në Shqipëri të jenë nga këto përdorues rrugësh. Çka do të thotë që duhet në këtë moment autoritetet do të shikojnë rregullim legjislacioni dhe kjo nuk zgjidhet me sensibilizim. Sensibilizimi sigurisht duhet të jetë. Po edhe heqja nga patentë. Po sensibilizim do të thotë zbato rregullin, sepse edhe kur je monopatin ka një ligj i cili të ndeshkon. Ky duhet, po dama duhet kesh ligjin. Duhet kesh parasysh këtë gjë, që ne si shoqëri, grupet e interesit, ka disa grupe. Ne si shoqëri kemi 30 vjet mund të thuhet që po mësohemi me automobilin. Ndërsa sot ti nuk sheh në vendet europiane nuk sheh fushata në lidhje me aksidentet rrugore. Pse? Sepse e kanë bërë para 50 vjetësh. Për shembull, në Amerikë janë artuar, falë se ta mbaroj,
janë harxuar miliarda dollar. Nuk mendoj që ai është problemi. Policia gjithmonë ka bërë fushatat të tilla, edhe nuk kanë munguar asnjëherë, thuaj se çdo muaj, çdo 3 mujor. Tani, përveç të fundmi ne kemi ashpërsuar edhe masat ndëshkuese, edhe kemi bërë ligje të reja për masat ndëshkuese që shoqërohen me heqje pikësh nga patenta. Kemi mbi 1000 persona në më pak se 2 muaj që ju hequr patenta me pikët, pra për shkak të gjitha shkeljeve. Jo, kjo nuk është fushat mediatike, unë po them të harxohen miliona. Është pjesë e kësaj, është pjesë e kësaj. Unë po flas, janë harxuar, se unë kam studiuar këtë punë, janë harxuar miliarda dollar në Amerikë, kur u vu rripi sigurimit për herë të parë, ata kanë bërë para 50 vjetësh, ne tani po mësohemi me edukatën e përdorimit të rrugës. Nuk mendoj që është dhe janë harxuar pikërisht për rripin e sigurisë. Pavarësisht, ligjet u bën shumë të forta, ligjet u bën shumë të forta, por shumë e fuqishme që duhet zbatuar ky ligj. Pra u bë fushat që është bërë ky ligj dhe zbatojeni. Dhe këtu po flasim që nuk ka ligj. Tu vjen se ka rregulim ligjor. Dhe problemi, pastaj bë fushata sa duash, po nuk mund të bësh vetëm fushata moraliste. Shiko se nuk është mirë të vi rënd, po të kapa on ty, po të pashi të hyrën. Jo, jo. Po të hypësh trotuar me monopatin, është edhe si të hypësh me motor. Ore gjysma të vdekur janë këmsor, o sokol, gjysma e vdekur. As në Afrikë nuk ka shifra tilla që gjysma të vdekurve rrugor t'jenë këmsor, as në Afrikë. Duhet gjesh në një vend të rrallë. Po këmsor nga tretues të mjeteve për plasën ose spitaloshe. Dhe sepse kemi një kemi një problem të edhe në Amerikë nuk ka. Pse nuk ka? Edhe në Amerikë, o sokol, edhe në Amerikë jaywalking ku është ngërçi? Kalimi rrugës, jaywalking që quhen. Por nuk pikërisht pra ne nuk kemi ligj. Çfarë do të bëjmë pa ligj? Në Amerikë ndoshta jo, po në vende europiane po. Është krijuar kultura. Edhe këtu besojë në islam, se e di se është puna një moment policia duhet t'tregoj që është polici. Unë për shkakun mbaj mend një herë kam bërë një jaywalking në Bukuresht para shumë vite. Po. Më kapën 2 policët në Rumani dhe më thanë 20.000 lekë gjop. Pagova unë 20.000 lekë, nxora kuletën dhe e pagova. Tash edhe një qytetar duhet policia ta ketë autoritetin dhe autoritetin që ta zbatoj për të ruajtur jetën e tyre në radhë parë. Se sigurisht i shkatron dhe jetën e shoferit. Qytetarë që kalojnë për autostrada për shembull. Jo, përfshihet edhe nëse nuk është fajtor, fakti që ndodhi pasojë e disa policë rrugore janë gjithsej. Edhe kohësh patë një aksident të tillë. Sa policia në rrugë, policë rrugore flas. 600 janë gjithsej. 600? 600. Mja, unë të ta tem një gjë tjetër atëherë. Ta mund ty një gjë tjetër. O Zaloshi. Se e kam lexuar këtu. 600 çfarë? Jo. Kur kalon një eskort zyrtare dhe nuk po përmend emra, e di si e disiplinojnë 2 policë gjithë rrugën e Elbasanit? Po. 2 policë. Po. Tu problemi është që siç konsiderojnë eskortën, policia duhet unë mendoj që 600, unë mendoj me 100 policë rrugor, po të japësh autoritetin e dur, që ne nuk ja japim për fatkeq policëve rrugor. Po të bësh legjislacionin e dur dhe padyshim dhe sensibilizimin e dur, media është gati ta mbështesë këtë fushat, gjëja realizohet. Unë kam parë me shumë pak policë që janë menaxhuar situata shumë të vështira islame. Kam drejta. Kjo është e vërtetë. Në fakt me ndryshimet edhe kap dhe një moment. Me ndryshimet e fundit që janë bërë në vitin 2023 në dispozitat e kodit rrugor, u bën ndryshime ku pezullimi i lezës drejtimit, konvertohet me gjop, me dyfishin e gjopës, përveç kësaj gjitha llojet kundërvajtje, për shembull nëse nuk i ndalon policit, kalon me semafor, jo me shile, po me të kuqe. Në Angli për shembull, po kalove me të kuqe, të ishet patenta në mënyrë automatike dhe mas 5 vjetësh ke drejt të, nëse nuk e përsëritës. Në Amerikë. Jo, në Angli po flas. Në Angli. Ti ishet automatikisht. Kurse me ndryshimet ju bën 2023. Po kalove semafore me të kuqe. 2023, ndoshta Zalosha si ka patur në vëmendje, një grup deputetësh PS së bashku, e kanë ndjekur mirë, për interesat e tyre, të fëmijëve të fisit të tyre, bën ndryshime, nuk ka marrë mendimin e specialistëve të policisë rrugore,
bën ndryshime të cilat kanë ndikuar negativisht edhe në rritjen e numrit të aksidenteve aktual. Cilat janë këto ndryshime? Ndryshimet janë këto, pezullimi i lezetës drejtimit konvertohet me dyfishin se paguan dyfishin e gjobës, po. Do në çdo lloj kundërvajtje që mund të bëjë një drejtues mjeti, se mund ta thotë Lediani, do në që ai dhe të rikthehen pikët. Do në pagon dyfishin e gjobës dhe nëse ti dyfishin e gjobës. Po, ke pikët jo. Nëse dyfishin e gjobës i e pagon brenda 15 ditësh, ai pagon gjysmën e gjobës. Jo, ke gjobat është një tjetër gjë, se kjo aplikon, por kjo e heqjes pikëve nuk më rezulton. Jo, nuk thjesht masa plotësuese që është pezullimi i lezetës drejtimit. Nëse drejtuesi i mjetit jep pëlqimin, ai ti nuk ja pezullon si lejet drejtimi, por i heq 6 deri në 8 pikësh për varet nga shkelja që ka zgjaruar. Tani për 2 muaj të ishin 1000 patenta vetëm në Tiranë, vetëm për heqje vetëm për të tilla shkeljesh, pra telefon 170 km/h, e konverton vetëm për këto të dyja. Heqjen e patentës, pezullimin e lejes patentës se varet edhe nga vjetërsia dhe nga mosha e drejtuesit të mjetit, atë pezullimin e lejes drejtimit konverton me dyfishin e gjobës, gjë që ndikon negativisht për sigurinë rrugore. Jo vetëm që policinë rrugore e kufizon. Gjobat e rrepta janë zgjidhja. Po dhe gjobat e rrepta ndikojnë te një kategori të caktuar drejtues mjetësh. Me këto ndryshime do vendosë edhe që drejtuesit e rinj nuk mund të marrin mjete të cilat janë me fuqi motorike më shumë se 1.3. Jam e saktë në këtë? 5 kW. Kjo është në shumë vende të Bashkimit Evropian. Po, puna është sa zbatohet. Nuk është zbatuar thuajse fare. Puna është sa zbatohet. Një problem që kemi tjetër. Këto me fuqi motorike të drejtuesit e rinj të mjeteve. Edian është më i ndrojtur, po. Tani është një kategori e caktuar drejtues mjetëse për Allah, do në moshën 24 deri në 35 vjeç, të cilët do kanë përqindje më të lartë